në fëmijërinë time, gjithsej në moshën krejt hershme, i kam marrë 2 lodra. Pastaj rrobat e reja kanë qenë gëzim i madh për ne. Do të thonë vetëm gjatë festave, në krahasim me tash që zim që ka të bëjmë me rroba, edhe s'dim si të festojmë, sepse çdo ditë fest. Gëzimi ka qenë tepër i madh, edhe në mungesë do të thotë lodrave, ashtu shumë fëmijët bëheshin kreativ për shkak se i krijonin vetë ato lodrat e veta, mbaj mend djemt, nuk kishte as top s'kishin, nuk kishin si fëmijë, edhe mbaj mend që mershin një gur, pastaj mershin diçka punuar prej leshit, e shtypshin me diçka derisa ai bëhet top, edhe luanin me ose në borë mershin shtoga, edhe i vendosin dhe bëjshin kjo shtëpia ime, i ndonin vomat. Po, është një, dhe shumë e shumë çka tjetër. Unë fëmijërinë kom kalu në fshat kam lind. Edhe ti fshatore. Edhe unë jam fshatore, mandej kemi kalu në qytet, ma vonë, në moshën e adoleshencës, dhe kemi pas gështenja. Po them, e kemi gjurmu shumë, e kemi hulumtu lumin, malin, fushën, shembull mbaj mend që nuk e di edhe sot, qysh i kam dallu unë, nana më thoshte, shko me mbledh uflla, diçka kanë qenë ma të tharta, jo si spinaci, dhe se donë të gatuan të pite, dhe unë shumë e vogël, i dalloja ato, ashtu i dallonin edhe minë tjerë. Mirë që s'ka thonë hita, zonja Nuria. Se krejt fmijët e kemi provu me u djeg me hita nga pak. Jo, po, definitivisht mosha e fëmijërisë, edhe fëmijëria jonë, fëmijëria është moshë, fëmiu është i gatshëm, do t'i shpërthej rrugë, do t'a gjej mënyrën të vi deri te diçka që e gëzon. Dhe loja, do të thotë, gjurmimi i natyres na jep të knaqësi, jo lodra. Po, e vërtet. Zoti Bedre, paramendoje çfarë komenti ke nëse fëmijët e sotit preken me hita? Po, ka marrë me men, pasha zotë. Me relaksu bisedën më njarë. Veç me bu me i po. Jo, ka qenë për të lidhur me zonjën Nuria, i kemi dallu shumë kamomiljen, nuk e di sot edhe kamomiljen, lule kamomiljen a e dallojnë fëmijët ose hithat, spinaqen e gjitha këto që realisht unë i përkas një gjenerate shumë tre, por që e kam prekur pak fëminin, kështu që po e përshkruani jo.